direkt nga sheshi Skënderbej këtu në Shkup. Pikërisht në këtë vend të shtunën do të plotësojnë organizatat e dalja nga lufta duke kërkuar drejtësi për 4 UÇK-s që është në Hag. Ata përmes protestës që do të mbahet në datën 13 në ora 13 pikërisht këtu në sheshin Skënderbej të Shkupit, do të kërkojnë drejtësi, siç thonë ata, për padrejtësi që po i bën Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit në procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hag. Këshilli organizativ që po e sheh nga afër dhe po organizon themi kështu krejt protestën e Shkupit, ka mbajtur një konferencë për media sot paradita. Ata kanë thënë që krejt përgatitjet janë bërë, kanë siguruar vendin, pra pikërisht këtu sheshin ku do të organizohet protesta, po ashtu kanë përgatitur edhe teknikën që do t'ju duhet për një protestë që do të zhvillohet pra këtu. Pikërisht pjesën ku po e shihni parkingu, sipas tyre do të lirohet nga gjitha veturat dhe aty do të vendoset skena ku do të flasin të gjithë ata që sipas këshillit organizues këtu të protestës do i drejtohen masës që do të mbledhen këtu në sheshin Skënderbej. Po ashtu sipas tyre kanë komunikuar edhe me institucionet gjegjëse këtu në Maqedoni të Veriut për pjesën e mbarvajtjes nga aspekti i sigurisë. Janë siguruar po ashtu që nga Ministria e Punëve të Brendshme do të zhvillohet, do të shihet pra nga afër se si do të zhvillohet protesta. Ata kanë aktivizuar forcat e tyre që do të jenë në terren po ashtu të shtunën në datën 13. Sipas tyre, ardha e krejt veteranëve dhe ish ushtarakëve këtu në Shkup është vetëm për një qëllim: të kërkohet lirimi i 4 UÇK-s dhe të arrihet përfundimisht një drejtësi në Hag. Nuk ka arsye të tjera, as politike, as gjë tjetër. Andaj ju kanë bërtirje të gjithë ish ushtarakëve që do vinë këtu në Shkup më datën 13 që t'i bashkohen kësaj thirrje për drejtësi në Hag. Do të kthehemi tani me informacione në